Fort lumturi. Kremtimi i ditës së sotme të së dielës së apostull Thomait na sjell ndërmend ne besimtarve e curin përpjekjen dhe peripecitë tona nga mosbesimi në besim ndaj personit historik të Jezu Krishtit, për ngjarjen historike të ngjalljes së tij. Po lexojmë fragmentin ungjillor të sotëm që të kuptojmë disa mesazhe. Në ato ditë, pra të parën ditën të javës, si u ngrysën dhe dyert ishin mbyllur, atje ku ishin mbledhur nxënësit nga frika e judejve, erdhi Jesu dhe ndenjë në mes dhe u thot atyre: "Paqe mbi ju." Dhe si tha këtë, u tregoi duart atyre dhe brinjën e tij. U gëzuan pra nxënësit kur pan Zotin. Edhe Jesu ju tha atyre përsëri: "Paqe mbi ju, siç më dërgoi Ati dhe unë ju dërgoj ju." Dhe si tha këtë, fryu dhe u thot atyre: "Merrni frym të shenjtë. Kujt do që t'u falni mëkatet, u janë falur atyre, kujt do që t'u ambani, u janë mbajtur atyre." Por Thomai, një nga të 12 që quhet Binjak, nuk ishte bashkë me ata kur erdhi Jesui. Nxënësit e tjerë pra i thoshin: "Pam Zotin." Por ai u tha atyre: "Në mos pafsha në duart e tij shenjën e gozhdëve dhe të vë gishtin tim në shenjën e gozhdëve dhe të vë dorën time në brinjën e tij, s'kam për të besuar." Edhe pas të ditësh përsëri ishin brenda nxënësit e tij edhe Thomai me ata. Vjen Jesui, ndon se dyert ishin të mbyllura dhe ndenjë në mes e tha: "Paqe mbi ju." Pastaj i thot Thomait: "Sill gishtin tënd këtu dhe shi duart e mia, dhe sill dorën tënde e vëre në brinjën time, dhe mos u bëj i pabes, por besnik." Dhe Thomai u përgjigje dhe i tha: "Zoti im dhe Perëndia im." Jesui i thot: "Sepse më pe besove, lum ata që nuk pan dhe besuan." Edhe shumë çuditëra të tjera bëri Jesui përpara nxënësve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër, por këtu u shkruajtën që të besoni se Jesui është Krishti, biri i Perëndisë, dhe duke besuar të keni jetë në emrin e tij. Këtu dhe në ungjit të tjerë paraqiten mjaft konstatime të ngjalljes së Krishtit. Paraqitet varri bosh, shfaqjet e një pas njëshme në forma të ndryshme pra të Krishtit të ngjallur si tek nxënësit, por edhe tek gratë mjorëpruese. Varri është padyshim një dëshmi e papërgënjeshtruar se kemi të bëjmë me vdekje reale të një personi historik. Pra vdekja e Jezu Krishtit është ngjarje historike dhe nuk është mit. Si rrjedhoi, përpjekja për hulumtimin dhe sigurinë historike të ngjalljes së Krishtit, madje edhe të dëshmive të dëshmitarëve okular, të atyre ditëve pra, na udhëzojnë ne që të verifikojmë vërtetësinë e tyre. Ungjit nuk e mbyllin historinë e Krishtit me kryqin dhe vdekjen e tij, por e mbyllin me ngjalljen prej së vdekurish, sepse ngjallja përbën qendrën dhe qëllimin e jetës së tij. Sigurisht njeriu nuk është i aftë të shohë dhe të hulumtojë thelbin e misterit të ngjalljes, sepse kjo ngjarje i përket perspektivës eskatologjike, ndonë se realizohet në histori, te i kalon aftësitë dhe mundësitë mendore të njeriut. Por njeriu është i aftë të përshkruaj përvojat e tij personale të shfaqjeve të Krishtit të ngjallur, shfaqje të cilat paraqiten në mënyrë të qartë dhe historike, por edhe brenda një komuniteti njerëzish. Dhe to ngjarje të Krishtit të ngjallur nuk shfaqen në mënyrë dhe në përvoja misterioze, as në përvoja vetëm personale të izoluara, dhe as me karakter mitologjik. Në këtë kuadër përfshihet edhe përvoja e apostull Thomait, të cilin edhe festojmë sot. Rasti i përvojës së tij, që përshkruhet bukur nga ungjillori Joan, paraqitet si një lloj formati bindje çdo njeriu që nuk mjaftohet vetëm me përvojën e të tjerëve ose me sigurinë që ka komuniteti, por kërkon një prekje ose konstatim personal dhe verifikim individual. Mosbesimi ose verifikimi i Thomait është fenomen njerëzor për të gjithë njerëzit. Thomai me këtë hulumtim shpreh përpjekjen e curin, por edhe peripecin të ne njerëzve drejt besimit. Njeriu lëviz vazhdimisht mes besimit dhe mos besimit.
Problemi i njeriut nuk është se ka shqetësime, dyshime apo probleme shpirtërore. Këto janë të zakonshme për natyrën njerëzore. Por problemi është kur njeriu fiksohet në këmbguljen e tij, pra i bën dyshimet dhe mosbesimin e tij i bën absolute. Dhe mosbesimi mbetet i përhershëm dhe zë vend qendror në jetën tonë. Apostull Thomai u gjend edhe ky në dilemën e pranimit dhe të mos pranimit të ngjalljes së mësuesit të tij. Ai e shprehlieshëm vështirësinë dhe dyshimin personal. Mirë po nuk këmbgul, nuk e bën absolute mosbesimin, por kërkon të bindet me verifikimin e tij personal. Brenda ai ndjen një dilemë të madhe. Mosbesimi në këtë formë, në këtë mënyrë pra të kërkimit dhe i hulumtimit të sigurisë dhe të verifikimit të personal, nuk është diçka negative. Ndoshta kjo e bëri atë që të thelloj besimin, por ta ketë këtë besim edhe më esencial dhe më personal. Pika problematike për mosbesimin është kur ky mosbesim ngurtësohet dhe nuk dialogon me besimin. Kështu rreziku në përpjekjen tonë shpirtërore shfaqet të dukshëm. Dhe atëherë, kur mosbesimi izolohet dhe ngurtësohet, dhe në vazhdim bëhet i pavarur nga funksionet shpirtërore të jetës. Dhe personi izolohet në mosbesim dhe në të këmbgulje. Thomai, megjithse kishte vështirësi dhe mosbesim, ai nuk u largua nga bashkësia e nxënësve, nga kisha. Ai nuk e izoloi veten në bindjen e tij negative, por këmbguli me besim të kërkoj dhe të kuptoj përvojën dhe sigurinë e bashkësisë së tij. Dhe e la veten të lirë në pritje të zbulesës së Perëndisë, pra kur do të vinte ora. E njëjta gjë ndodh edhe me apostull Petron, i cili kishte një përvojë të tillë dhe tronditse në lidhje me mësuesin. Megjithse e mohoi 3 herë dhe dështoi të mbetej besnik ashtu siç premtoi, pra në momentet e vështira të mësuesit, ai nuk e lëshoi veten, megjithse e mohoi. Nuk e la veten që në atë besim të pakët që kishte të largohej nga komuniteti ose nga bashkësia e nxënësve të mësuesit. Pikërisht, kjo e mbajtja të më afër nxënësve të mësuesit, pranë miqve të tij, shokëve të tij, aty ku do të shfaqet mësuesi. Dhe kjo i jep atij rastin për pendimin dhe në vazhdim ai dënjësohet që të rehabilitohet nga Krishti i ngjallur. Krishti i ngjallur i shfaqet gjithnjë bashkësisë së nxënësve, pra kishës. Aty bën verifikimet. Aty u pranuan gabimet dhe pendimi dhe rehabilitimi i tyre. Aty pra hiqet dyshimi dhe vjen besimi. Aty bëhet edhe pojimi pam Zotin. Pra brenda bashkësisë së nxënësve me Krishtin bëhet gjithë ky revolucion i brendshëm. Shfaqjet e ngjalljes së Krishtit kanë përmas eklesiologjike, pra kishtare. Dhe të gjithë sa gjenden brenda bashkësisë së nxënësve bashkë me Krishtin, pra kishës, komunitetit kishtar, këta dënjësohen dhe të ndjejnë përvojën e ngjalljes së Krishtit. Prandaj apostull Thomai me sigurimin dhe përvojën e tij na dëshmoi në mënyrë të dukshme, reale dhe të prekshme se Krishti i ngjallur nuk është figurë mitologjike, as fantazëm, por person historik, duke kujtuar edhe ngjalljet e tjera që bëri ai. Ngjalljen e Llazarit, ngjalljen e birit të Vejushës, ngjarjen e ngjalljes së vajzës së Jairit. Si përfundim, shembulli i Thomait dhe i apostujve të tjerë të shërbej për ne si një kalim nga mosbesimi në besim. Kalim gjithashtu nga dyshimi në përvojën personale historike. Këtë kalim do ta kryejmë vetëm qoftë se ne kërkojmë që Perëndia të na zbulojë, të na hapi syt dhe mendjen që të kuptojmë të ngjallje. Dhe kjo do të kuptohet vetëm nëse ne ndodhemi brenda kishës së tij, brenda bashkësisë dhe brenda marrëdhënieve me të. Le ta kryejmë pra këtë kalim ose ta përsëritim besimin në ngjalljen e Krishtit në këtë katedrale që na ngriti kryepiskopi ynë Anastas, gjë që të shmon ngjalljen historike të Krishtit,
dhe paraqitet përpara nesh si dëshmi historike të pasuesve të Krishtit në Shqipëri. Dhe njëkohësisht kjo katedrale mbetet dhe një simbol, por edhe një nxitje për perspektivën dhe përvojën tonë personale në ngjalljen e përbashkët që presin. Amin.